kur zemra synon ahiretin. A je ndalur ndonjëherë me pyet veten për çfarë po jetoj unë vërtet? Për kë po lodhem unë? Për kë po mundohem unë? I dërguari Allahut, profeti ynë i dashur, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: kush e ka shqetësim ahiretin, Allahu ja mbush zemrën me pasuri, i rregullon punët, dhe dynjaja i vjen vet e për ulur. E kush e ka shqetësim vetëm dynjan, Allahu ja shpërndan punët, ja vendos varfrin para syve dhe nuk merr veç se atë që Allahu i ka caktuar. Vëllezër dhe motra, ky hadith është si një pasqyrë e jetës sonë. Na tregon një të vërtetë të madhe. Lumturia nuk vjen nga ajo që kemi, por nga ajo që e synojmë. Edhe një herë, lumturia nuk vjen nga ajo që kemi, por nga ajo që e kemi në jetë e synojmë. Nëse zemra jote synon ahiretin, nëse mendon për Allahun, për kënaqësinë e Zotit, atëherë Allahu ta mbush shpirtin me qetësi, lumturi dhe dashuri. Jeta bëhet me rënd. Gjanat vijnë vet, pa lakmi, pa stres, edhe sprovat duken të lehta, sepse e di se Zoti Allahu është me ty. Por, nëse njeriu e ka mendjen vetëm tek dynjaja, pasuria, fama, kënaqësia, atëherë jeta bëhet rrëmuj. Allahu ja shpërndan punët, ja bën pikë 5, ja heq bekimin, bereqetin, dhe sa do shumë që ai mundet me pas, ai prap ndjen zbrasti boshllok. Zemra prap i mbetet e uritur, jo për ushqim, po për paqe, shpëtim dhe selamet. Kështu që, sekreti i qetësisë është i thjeshtë. Vendose ahiretin në zemër, dhe Allahu ta sjell edhe dynjan me bereqet e bekime me shka ka. Por nëse vendos dynjan në zemër, e humb paqen edhe në këtë botë, edhe në të tjetrën ahiretin. Le ta pyesim veten sot: apo jetoj për kënaqësinë e njerëzve, apo për kënaqësinë e Allahut Zotit? Kush e ka ahiretin në zemër? Zoti ja bën edhe dynjan bret bukur. Po kush e ka dynjan në zemër, e humb bukurinë e dynjas dhe të ahiretit. O Zot, ma mbush zemrën me dashurinë tënde, dhe zemrat e të gjithë atyre që tani neve po na shikojnë, dhe ma bën dynjan mjet për me arrit deri te ti, jo pengesë për ty.